Live from Tirana. Live from Tirana. Rikthehemi sërish në program në Live from Tirana 11:09 orë eksakte në këtë moment, në këtë të hënë të datës 7 prill, dhe përpara se të kalojmë tek i ftuar radhës që e prezantuam në krye të herës në Wake Up, dua t'ju jap një mesazh shumë të rëndësishëm për imazhin e biznesit tuaj, i cili në fakt në kohërat që jetojmë ka shumë rëndësi. Unë dua t'ju prezantoj me agjensinë gjithçka bërse Zorfos Marketing. Duke filluar nga dizenjimi i logos, krijimi i identitetit të markës, si dhe menaxhimi profesional i prezencës tuaj në rrjetet sociale, Zorfos Marketing është zgjidhja që ju nevojitet. Gjithçka është larg vetëm një telefonat në numrin 069 279 3543. Dhe meqense jemi në prag të sezonit veror, për të gjitha bizneset e hotelerit turizmit përfitoni deri në 20% zbritje, kështu që nxitoni të kontaktoni me Zorfos Marketing. Ndërkohë, jemi tashmë në studio me Andi Vrapin. Andi, mirë se vjen në program. Mirë të gjeta sërish, Ronaldo. Këtë herë nuk kemi as për të rejat më të fundit nga showbizi dhe as për dinamikat kryesore të Big Brother VIP, megjithëse një ngacim ande nga fundi do ta bëjmë. Por jemi për një gjë shumë të rëndësishme. Juzix. Yes. Se ti ke dhe ftesën në dorë, kam dhe ftesën në dorë, ka nisur e hëna në bar për mikë dashur. Kemi kënaqësinë e veçantë t'ju ftojmë në ceremoninë e inaugurimit të Muzex Expo, festivali i parë i muzikës dhe arteve në Ballkan, që do t'ju mirpres në 11 prill në orën 11 në sheshin Italia në Tiranë, që zgjat në fakt në 11, 12 dhe 13. E para, çfarë është ky festival? Unë kam përshtypjen dhe pak do filloj ta them në ëndër çfarë është Muzexi. Dgjoj, pse nuk bën një regjistrim ti? Po, dhe ta plejojmë sa herë që të kemi nevojë për informacione. Po është një gjë, është një gjë që unë e them me shumë qejf, me thënë drejtën. Dhe është mirë ta flasim. Unë e them me shumë qejf, me thënë drejtën. Muzex është në terma të përgjithshëm Expo festivali i parë në Ballkan i muzikës dhe arteve kreative. Bëhet për herë të parë në Ballkan dhe bëhet pikërisht në Tiranë. Por për ta shtjelluar akoma më tepër, është një nga projektet më inovative në fushën e muzikës edhe të artit në Shqipëri dhe jo vetëm, sepse bëhen bashkë për herë të parë agent biznesi, menaxher, përfaqësues kompani shumë të njohura, përfaqësues festivale shumë të njohura, organizator festivalesh dhe koncertesh. Pra janë të gjitha ato aktorë të fushës së muzikës dhe arteve edhe të entertainmentit që bëhen bashkë në një vend të vetëm. Dhe kjo është një mundësi shumë e volitshme për të gjithë ata që janë interesuar pas muzikës apo këtij profesioni, por jo vetëm, por edhe për dashamirësit e muzikës edhe artit, për të ardhur dhe për të qiuar një ambient që ne kemi konceptuar shumë cool. Por nga ana tjetër, në orën 7 të darkës, të gjithë kemi mundësinë pastaj që të gjitha ato lodhjen e gjatë gjithë ditëve ta çlirojmë me 3 net festivalesh të dedikuara të 3 rrymave muzikore, ku natën e parë, natën e premte do të jetë e dedikuar muzikës elektronike, natën e dytë do të jetë e dedikuar muzikës hip hop dhe natën e tretë dedikuar muzikës rock and roll. Nuk do të ketë vetëm një artist, por do të ketë disa artistë përgjatë këtyre netëve. Kush është agjenda ti marrë me radhë? Agjenda e të premtes. Agjenda e të premtes është që në fillim në orën 10 është ceremonia hapse e Muzexit, ku do të kemi të kombinuar element të kërcimit, të baletit, të muzikës moderne dhe asaj tradicionale shqiptare. Sigurisht do të ketë ato fjalimet hapse dhe përshëndetjet, dhe pastaj përgjatë gjithë ditës deri në orët e para të mbrëmjes, të gjithë do të kenë mundësinë të vizitojnë stendat të bizneseve, të aktorëve të ndryshëm, do keni mundësinë të shihni nga afër se si realizohet një podcast, duke qenë se podcastet së fundmi në Shqipëri dhe vetëm janë gjëja më trendi mediatike. Ti pse s'e ke hapur ende një podcast? Se përtoj. Interesante. Edhe plusja po e bën gjithë. Domethënë ai shpesh apo dalte podcastet e tjerëve zërse po se ke një podcast tonë. Po. Nga ana tjetër mund shihni nga afër si realizohet një film, se ne kemi një stend dedikuar filmit dhe kemi gjitha pajisjet se si xhirohet një film i kohëve moderne. Pastaj në orën 7 të darkës e gjitha transformohet në festivalin e muzikës elektronike, ku do të kemi disa DJ të cilët do të ngjiten në skenë dhe që do kulminojë me Dubfire, që është edhe një nga DJ-t më të njohur të muzikës elektronike në botë dhe i nominuar për çmimet Grammy. Pastaj në mëngjes të nesërmen. Jo, prit. Me radhë. Mbaruam. Gjërat, jo more, nuk kemi mbaruar ende, po të
të shtunën dhe të dielën do të më thuash agjendat, sepse sidomos se shtuna kam parë që njerëzit sigurisht kanë interes për të tri anetët, por të shtunën me që është nata hip hop dhe i duan shumë artistë të muzikës rap. Atë do e thuash më një herë pas bllokut punësitar. Kështu që apo kemi muzikë Wizi, çfarë kemi? Muzikë të përshëndes me pak muzikë, nuk pikërisht në zemër të Tiranës, në sheshin Italia në datën 11, 12 dhe 13 prill, pothuajse gjithë ditën aty keni edhe natën një agent të ngjeshur. Ne ju prezantuam pak më parë me Andi Vrapin se çfarë pritet të ndodh të premten, por çfarë do të ketë shtunën Andi, edhe kush janë emrat që do të jenë aty për të performuar, duke qenë se muzika hip hop është kaq shumë e dashur për shqiptarët. Shtunën e nisim sërish në orën 10. Okej, paradite. Dhe pastaj filloj me Open Jam Sessions, do kemi artistë të rinj që do të luajnë, do të kemi rap battles, kemi ringun e Stormit, aty ku do të jetë Heidi? Jo. Okay. Heidi mund të vi, domethënë Heidi është e mirë pritur të vi, gjithsesi ka dëshirë. Është Stormi. Por kam përshtypjen se është angazhuar, por gjithsesi Tirana do mund ta sjellësh, duke qenë se ti do të jesh aty me live from Tirana, të shtunë dhe të diel ne kemi kënaqësinë të presim programin më ikonik të Top Albania Radios, të realizuar direkt nga sheshi Italia. Siç po thoja, do kemi rap battles ku raperat të rinj, ndoshta edhe komplet të panjohur për publikun që kanë dëshirë të jenë rapera të rinj, por edhe ata që ndoshta janë emra të dëgjuar për audiencën, do të ndeshen në thonjza me njëri tjetrin dhe fituesi do të arrijë të marrë një spot në festival në darkë, do të performojë për krah emrave si Marini, Buta, Lafazani, Killua e shumë të tjerë. Emra shumë të mirë edhe shumë të dashur për shqiptarët. Nga ana tjetër pastaj të dielën është edhe, se më thënë, dita e fundit, ku përgjatë gjithë fundjavës do kemi konferenca dhe TED Talks, ne do të arrijmë, të më thënë, në një konkluzion ose do shtrojmë atë që ne kemi quajtur si tullën e parë në formalizimin e industrisë muzikore shqiptare, ku ne do të vim me një plan të shkruar se si është orientuar pak a shumë audienca shqiptare, çfarë pëlqen më shumë, çfarë nuk pëlqen më shumë, për çfarë është interesuar, për çfarë jo, për çfarë është interesuar biznesi, cilat janë problematikat, si mund të zgjidhen, që në të ardhmen e afër dhe jo vetëm, të gjithë kompanitë dhe bizneset e interesuara ndërkombëtare që duan të vinë për të funksionuar në Shqipëri, të kenë diçka të shkruar në të cilën të bazohen për planet e tyre. Dhe do të vazhdojmë sërish pastaj me Open Jam Session, me shumë aktivitete përgjatë gjithë ditës, për të kulminuar pastaj me festivalin e muzikës rock, me legjendat e muzikës rock që kemi ne me Aleksandër Gjokën, Eugen Bushpepën, Tre Moskëtierët, një sër artistësh të tjerë të rinj që do ngjiten në skenë për të kulminuar një fundjavë shumë të ngjeshur me aktivitete që unë vazhdoj të quaj një nga projektet më inovative në fushën e muzikës edhe entertainmentit në Shqipëri, se nuk bëhet fjalë vetëm për t'u argëtuar, por edhe për të shtruar rrugën e formalizimit të kësaj industrie që ne kemi prej vitesh që diskutojmë pse nuk formalizohet, pse nuk diskutohet më shumë rreth formalizimit të saj. Kështu që do jenë 3 ditë dhe 3 net shumë të ngjeshura. Unë do i sugjeroja që të mos e humbni, edhe nëse nuk jeni të interesuar ose nuk jeni të fushës. Ku mund të gjejmë biletat? Biletat mund t'i gjeni kudo fizikisht, mund t'i gjeni në Ndritëro, në librari, mund t'i gjeni online në të gjitha website-et tona, mund t'i gjeni në Top Albania Radio, ku ne do të zhvillojmë një giveaway që do të nisë ditën e sotme në bashkëpunim me Top Albania Radio, kështu që biletat janë lehtësisht të gjendshme. Ne jemi munduar që t'i mbajmë një çmim shumë të ulët, sepse duke qenë se është hera e parë që realizohet një projekt i tillë dhe ne jemi munduar që duke qenë se jemi vetë të rinj, me ndihmën edhe të atyre që kanë mbi 30 vite që bëjnë projekte të tilla, jemi munduar që t'i japim hapësirën të rinjve për t'i promovuar ata dhe për t'i dhënë një stage, një skenë që zakonisht në organizime të tilla është rezervuar vetëm për emra shumë të mëdhenj ose për emra të gjatë të kualifikuar në muzikën shqiptare. Edhe jemi shumë të lumtur që kemi prenotuar këtë line-up artistësh apo kemi artistë përgjatë gjithë ditës të rinj, sepse
ata do të jenë ardhmja, kështu që ne jemi shumë të lumtur që ne po arrim të mundsojmë këtyre artistëve këtë lloj mundësie. Mamaja Laerti do të jetë ftuar? Ne do donim shumë, por kam përshtypjen se do jetë shumë e zënë duke bërë fushat për Laertin për në finale. Gjithmonë nëse shkon në finale se who knows it. E kuptoj. Ajo është në televotim mirë, për rikujtesë të premten të shtunën dhe të dielën në sheshin Italia, mblidhuni të gjithë aty sepse gjëra takoni dhe Ronaldo Sharkën të shtunë të diel aty. Të gjitha, se Andi harroi të thoshte, mbi të gjitha do të jem edhe unë aty, kështu që. Ti po na urren se do të nxjerrim në punë besoj shtunë diel. Unë e bëj hall, po do kënaqesh Ronaldo. Do kënaqesh. Edhe për gjithë ju që do të mbajmë zgjuar me Lori Kafe dhe do të mbajmë zgjuar natën me Storm pastaj. Natën me Storm, paradite me Lori Kafe, në drek duke parë fotot e Heidi Bacit. Pse e fiksuar me Heidi Bacin, more? A ka bërë reklamën e Stormit? O zoti i madh. Na e sill Heidi, ne kemi mision special. Me shumë kënaqësi, me shumë kënaqësi Bacin. Le ta kemi Heidi Bacin në program të shtunën se të dielën, kam vështirë do të jetë duke u se normalisht edhe un kam fan club të dielën, por mbaroni fan clubin dhe vini aty. Ka fan club të dielën, mos e harrova fare. Kemi të martën. Shumë bukur. Jemi rehat, kështu që otër shtunën të dielën Heidi Baci besoj do të jetë aty. Një televotim është i hapur në shtëpinë e Big Brother, sepse mos mendoj që do të linim të ikje kaq shpejt. Egli Tako versus Laert Vasili. Rrëfimet rondise janë bërë në shtëpinë e Big Brother, deklaratat e forta janë bërë në shtëpinë e Big Brother. Egli po ashtu ka thënë që nëse nuk shpallin finalistët të martën, unë lë përfundimisht garën në Big Brother VIP. Rozana u shpall finalistja e parë e 1 milion gjëra të tjera. Këto mes një herë pas pak.